Allah i kër e ka kriju Ademin, melaçet kanë reagu jo nga kundërshtimi, po nga kurreshtja, nga afërsia me Zotin. Ka thënë: o Zot, çka duhet Ademi? Kur ai ka me bo gjuna, ka me bo fesat, që po shifët. Kur na melaçe zbojmë gjuna, historiku i insanit është shumë interesant. Rrëfimi i Ademit alayhi salatu wassalam është shumë interesant. Kur e ka krijuar Allahu xhelle xhelaluhu Ademin dhe ka përmend Allahu te bareke ve teala te melaçet janë çudit. Wa idh qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tha Allahu xhelle xhelaluhu në surën Al-Baqara, kur Zoti jot o Muhammed i tha melekve: unë po e kryoj një njeri, unë po e baj një khalife në tokë, një mëkambës në tokë, një njeri i cili do ta ketë tokën në dorë. Çka thanë melaçet? E te gjalu fia me yufsidu fia. O Allah, pse pe kryon një dikan i cili nëse zbret në tokë ban fesad, e derdh gjakin, ban gjunaj. Wa nahnu nusabbihu bihamdik, ndërsa na o Zot na ki neve melaçeve që na ty veç të madhnojna, të lavdrojna, të lartësojna, të bëjmë ibadet pa unal. Çka tha Allahu xhelle xhelalu? Tha: unë e dija çka ju se dini. Edhe Allahu i testoi. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Zoti ja mësoi emrat krejt gjërave Ademit të tokës, edhe i tha melaçeve: a i dini këto emra? Thanë: jo, subhaneke, la ilme lana, s'kena na ilm, posa që ka na kemë ti. Këtu fillon Ademi dhe historia Ademit. Por është interesant se historia Ademit, po vet Ademi është arsjetue nga ana e Allahu xhelle xhelaluhu me istighfar. Allah i kër e ka kriju Ademin, melaçet kanë reagu jo nga kundërshtimi, po nga kurreshtja, nga afërsia me Zotin. Ka thënë: o Zot, çka duhet Ademi? Kur ai ka me bo gjuna, ka me bo fesat, që po shifët. Kur na melaçe zbojmë gjuna, pra ti i e Zoti i cili meriton më adhuru, s'ka nevoj me bo dikush fesat. Zoti tha: unë e di pse. Edhe ja u kallzoi pse. E cila ishte pseja? Dhe cila ishte sepseja? Tha: i dini emra? Tha: nuk i dim. Ti e ima? Tha: o Zot, veç atë çka na ke mësue. Pastaj Allahu xhelal çfarë ju tha? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Allahu i tha: bini sejdë Ademit masi si ditët. Përshëndet në sejdë Ademin, krejt ran sejdë përveç Iblisit. Iblisi dul. Pastaj çka ndodhi? Tha Allahu xhelal ala: wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjuka al-janna. Tha: o Adem, merë gryën tane edhe rrini në xhennet. Hani çka doni, ragade, hani rahat, pa pun, pa u lodh, këtë juvet janë. Falat, wala taqraba hadhihi ash-shajara. Vesh një pemë keni ndalume, mos ju afroni asajna, sepse bani zullumqar. Çka ndodhi? Fa azallahuma ash-shaytanu. Shejtani kadal ishtini me hangër pemën. E ka provoku deri sa i ka bo bejnë Allah. Iblisi ka bo bejnë Allah. Ka thënë: vallahi Allah i ta ka ndalu këtë pemë, që këti kur ta hash s'ki me dek kur. Sikur që i mashtrojnë sot njerëzit, thot hajde mas neve se ta garantojmë jetën e po, tërse të dhvejnë e gjeli. Pas tani të garantojnë ata atje. Kush garanton? Fe zellehum i shtini shejtani me hangër gjuna. Por këtu ishte sebebi. Çka ndodhi? Tha Allahu xhelle xhelalu: e hangër pemën. Ju tha Allahu xhelle ala: dilni pi xhenetit. Dilni. Ende melaçet s'me kuptojnë çka po ndodh o Zot. Pra melaçeve sikur ju ndodhi ajo çka e pritën. A tham që ka me bo gjuna, që e bani gjunajin. Ti thave mëse preka je preki. Çka tha Allahu xhelle ala? Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim. Sekreti këtë birit e Ademit o shëto. Tha Allahu xhelle xhelalu: po Ademi hangër pemën ndalume. Po tha: fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimat.
Allahu dashti Ademit me jamësu dë fjalë se ja ka pas mësu kur kujna pi melaqeve. Melaqet të ndëruar xhamatli zbojnë gjuna. Zdin me bo gjuna. Kështu Zoti ka jaratiz dhe i ka krijuar. Zdin me bo gjuna. Andaj ata veç kanë madhrim. Veç madhrim e bojnë Allahu xhellal xhelalu. Apo kur e hangër pemën Ademi, tash ata po presin ku o sekreti Ademit. Allahu xhellal tha, këshirën e tash Ademi shka thot. Këshirën e tash ka i kumësu Ademit. Djetarë çfarë kanë thënë? Në fjalët e Ademit ishte arsjetimi i krijimit të tij. Pra pse e nxjel Allahu Ademin këtë dunja? Për me dalë një emën i Zotit të mpa. Cili ishte emri Allahu xhelalu ala? At-Tawwab. Ai cili masi të bëjsh gjunat pranon më kthije. Ai cili masi t'ja shkelësh urdhin ku të kthehesh prap pranon më kthije. Ai cili kur thush astaghfirullah wa atubu ilay, kërkoj falje prej Allahut dhe të më falë gjunajin dhe kthehen atë ai ta pranon pendimin. Tha Allahu xhelalu ja pranova Ademit pendimin. Ja mësova do fjalë. Çfarë tha ai? Sura Al-A'raf, tha Allahu xhelalu wa qala rabbana. Ademi bashkë me gryën e vetë këthanë qështu: Rabbena dhalemna enfusena. Thanë, o Allah, o Zoti madh. Që kjo fjala që kanë thanë Ademi edhe Hava, që ja ka mësu Zoti, që kjo arsyeja pse kena dalë në dunja. E kjo e ka imin istighfar. Po nuk bane istighfar, së në arsyeton ekzistencën tane këtë dunja. Po nuk bane, o Zot falëm. Ti pse lip, qka lip këtu? Qka lip, ka me la që Zoti me mija, ka thonë pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, nuk ka një plam në qill, vetë se një meleko aty. Janë sejde, janë ruku, janë kam, i ban ibadet Allahu xhelal xhelal. Qka i duhesh ti tokës? I duhesh tokës me thonë astaghfirullah, kërkoj falje për Allahu xhelal xhelal. Qka thanë Ademi me Havën? Thanë, o Allah, o Zoti jonë, dhalemna enfusena, na i bam zullum vetë vetës, na e banëm gjunajnë dhe e shkelëm vetë vetën. Fa in lem të gfir lena wa të rhamna lenekunenne min el khasirin. Thanë, o Allah, nëse s'na fal, istighfar, o Allah, nëse s'na fal, edhe nuk në mbulon, edhe nuk në mëshiron, do të humbi, do të dështojna, do të kapitulojmë të gjithë. Kjo ishte arsyeja pse Allahu xhelala kishte pru Ademin këtë dunja. A e kuptove historikun? Pro na si njerëz që hajmë dhe pim, çka i duam kësaj toke? Ka mujt Allahi me mush me melaçe këta. Por çka e ka mush tokën me njerëzi? Për me baj istighfar. Andaj Allahu ka thënë pejgamber që bajnë istighfar. Thot Enes ibn Malik dhe Ebu Huraira, vallahi në mexhlis me pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, mrena një nejës të vogël, ja kum një pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 70 herë me në një nejës thëjke astaghfirullah wa atubu ilay, astaghfirullah wa atubu ilay. Pejgamberi Allahut më i miri pejgamberëve, Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, 70 herë me në një mexhlisit ka thonë: o Allah, kërkoj faljen tane, o Allah, kërkoj faljen tane. Në rrina me 4-5 orë, një herë nuk e nina: o Allah, falna. A çfarë fjalë përdorën ati? Çfarë fjalë? Andaj tha pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, nuk ulën disa njerëz me një mexhlis, kudo që ulën, e pastaj nuk përmenet ati Allah i kur qohen, ata qohen që i qohet gomari. Allahu na rujt. Pra, ti nuk mundesh me arsjetue nejën tane, pijën tane, hajën tane, shpijën tane, komoditetin tane, nëse s'tue: o Allah, falem. Andaj të ndëruar xhamatli, kemi ardhur këtë dunja me kërku falje. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilay. Tha Allahu xhelal në gjuhën e Hudit, Salihut, Nuhit, Shuaibit, krejt pejgamberëve ju kanë thënë popullit vet: istaghfiru rabbakum, kërkoni falje prej Zotit juve, kërkoni falje prej Zotit juve dhe pendohuni te ai, kthehuni te ai. Inna rabbi, vërtet Zoti jam është Rahim, Wadud, Zoti fal shumë, o i dashur. Para mendoni njeri e ka kriju Zoti, ai ikpi Zotit. Allah e thirr hayya ala sala. Wallahi ka një herë turprohemi kur na thirr dëni shok. Turprohesh nësa si ki renët, po thuajt po dalë se mos ta ngushtoj se e kam dost. Allahu na thirr 5 herë hayya ala sala. Hajde këtu se po du me fol me tyje. Ti thu ja valla, s'po vijune. Istaghfiru rabbakum, kërkoni falje Zotit juve. Kjo është krejt rezumeja pse kena ardhur në dunja. Andaj thot Abdurrahman ibn Rajab al-Hanbali,
djetari madh i muslimanëve. Çfarë thot? Thot ka pas prej muslimanëve të parë, qatë shumë kanë boj istighfar, sa që i ka një këtë jetën e vetë, sa ka boj istighfar. Sa ka boj istighfar? Ka transmetuar me emrat prej disa prej tëre, të cilët prej se kanë him mbylik, e deri ka mosha 50-60 i ka mo gjunat. Njani për tëre i ka mo gjunat e veta, edhe i ka ndalë 36 gjunat. 36 gjunat. Njani thot pineve, mduket edhe une që ti pari, pak ma pak, s'ka problem, po vazhdon në gjarja. 36 gjunat. Për çdo gjuna çka e ka bo, i ka lip Allahut istighfar 100.000 herë. Për çdo gjuna. E tash ti çish dush, bana hesapin. Për çdo gjuna çka e ka bo, 100.000 herë i ka thënë Allahut astaghfirullah, astaghfirullah. Për çdo gjuna çka e ka bo, i ka fal 2 rekate namaz. Apo dhe në ta ka lexu hatme. Apo ka bo hatme. Dhe ka arë transmetim ka 1.000 herë. Ka 1.000 rekate për çdo gjuna. Edhe në funi kanë thanë, ti sigurisht ta falë Allah i mo. Ka thanë, ja vallahi, unë nuk jam i sigur nga goditja e Zotit, se ranë mi ba Allah i gjuna, o shumë ranë mi ba Allah u gjelal i gjuna. Andaj, shiko ata njerëz 100.000 herë. Ebu Hurajra radiallahu an, e kishte marrë një litar, edhe e kishte bon nije 4.000 nije, për ditë bante istighfar. Pse? Dhe kush është Ebu Hurajra? Dërsa Omar ibn Khattabi çfarë bante? Shkonte në xhami, edhe shkonte ku janë të lujt fëmit. I kishte dhe fëmit ku janë të lujt, edhe i ndalte edhe i thonte, thuni, o Allah fale Omerin. Kur e pyet njerëz pse pi thu fëmijëve, thotë se këto s'kan gjuna, ndoshta Allah ja fal. Dërsa na ku kanë kemi lut?